Kjo është situata rrugës që bëjtë. Banorët e zonës, jo vetëm të Gramsës, Shukthit Vendas, Bregut Lumit, por edhe disa banorë të Thumanës dhe të Dervenit, kanë dalë sot për me kërku një drejtë legjitime. Këta që qeverisin sot e kanë marrë vesh që ne do organizojmë protest, edhe ditën e djeshme kanë ardhur kanë hedhë çagull, tani do ju lutesh ata fokusojmë pak. Domethënë, imagjinoj këtu kalo kamioni çdo ditë, unë do bëj vetëm këtë lëvizje, shi si shko çagulli. Kjo është situata rrugës që bëjtë. Ja ku u bë gropa vetëm i lëvizje koma. Në rast se këta, domethënë këta i quajnë standard evropian këtë lloj rruge, ne po tërhiqna apo ikim krejt të shtëpia. Në rast se ai drejtori i RRSH vje këtu e kalon me makinën e vet, po këta e bëjnë për ditë këtë punë. Pra kjo është rruga që shtrojnë këta. Prandaj thirrja nuk është për çagull. Pra të vinë ta shtrojnë, janë të mirëprit, se për 500 metra rrugë kanë lënë këtë punë, pra ne u bë vargu makinave tani. Se edhe këta s'kan qejf me u nxjerr jetën e robëve, po i kanë nxjerr halli këtu. Edhe janë njerëz që e bëjnë për ditë këtë rrugë. Këtu rrezikohet jeta e fëmijëve të këtyre, jeta këtyre moshave të treta, sepse ambulanca këtu do të paktën 25 minuta me hik në fshat. Në një rrugë normale do shkote për 5 minuta. 500 metra rrugë nuk e shtrojnë dot. Kjo është pyetja. Në rast se këta nuk e shtrojnë dot, do çojnë banorët vet, pastaj mi mbledh lek me shtru vet, me asfalt. Rrugë, 500 metra rrugë, janë vetëm këta firmat, na prishin makinat, unë shkoj e di pri punë, pri thomani, e di më gram, do 3 orë më shku për shtëpia. 500 metra rrugë është, një protestë paqësore, një protestë vetëm thjesht me shtur në asfalt. Dje kanë ardhur kanë shtruar çakull, sa me myll sët njerëzve. Kjo është disa herë që banorët e fshatrave të zonës fushore të bashkisë Krujë janë mbledhur për të bllokuar këtë segment e cila lidh autostradën dhe fshatrat e tyre me rrugën nacionale. Faktikisht kjo është porta hyrëse e bashkisë Krujë, e Krujës turistike. Dhe kjo është një katrahur, siç po e shikoni. Ata të cilët sot po na shikojnë me sy të shtrembur, sepse ne ju kemi bllokuar rrugën për të kaluar, duhet na bashkohen ne në këtë protestë, i bëj thirrje edhe gjithë biznesit zonës që të reagojnë, sepse po dëmtohen edhe ata, të cilët po lënë, më falni për shprehin, po lënë lesh të kokës me shërbime në mjetet e tyre, pra po thyen balestrat, po prishin astek të ajrit të trailerave, të kamionave që po komunikojnë në këtë segment prej 500 metrash, të ndërhyjnë. Nuk është e parë që u bëhet. Dhe ne s'po kërkojmë diçka të veçantë, 500 metra rrugë të shtrojnë që nuk i kushton asnjë gjë. Kjo ka qenë asfalt i rregullt, kjo është prishur në hedhër. Gjëja më e thjeshtë, nuk kërkojmë diçka që do ta bëni gjatë mirë ne këto. I rrugën 500 metra rrugë ashtu me asfalt që kushton, i ditë punë kanë. Makinat dëmtohen, s'ka asnjë lloj parametri për të vizin kamionat dhe tonazhin të lartë këtu. Kjo është shtrimi rrugës.